Harrohet gjesti Xheneta Fetau në një lidhje të re dashurie, kush është djali që i ka marrë zemrën. Ish banorja Big Brother VIP Kosova, Xheneta Fetau ka nisur një romancë të re. Sipas burimeve të prives, ajo është duke shijuar një njohje të re dhe ka hapur një kapitull të ri në jetën e saj. Edhe pse Xheneta ka qenë mjaft e kujdesshme për ta mbajtur larg vëmendjes së publikut, duket se detajet e kësaj njohje nga burimet të afërme bëjnë me dije se mashkulli misterios që ka fituar zemrën e saj është një shqiptar i diasporës dhe nuk është i njohur për arenën e showbizit shqiptar. Po ashtu ajo nuk ka pasur ende postime publike që lidhen me këtë romancë, teksa duket se ka vendosur ta mbajë sekret e larg vëmendjes së publikut, teksa edhe më parë kishte theksuar se kapitulli me gjestin për të ishte mbyllur, teksa e ftuar së fundmi në diell ku ajo ka lidhur një kontratë disa mujore. Ajo është pyetur edhe nga ndjekësit duke u thumbuar për ndjenjat e saj në një moment që Egli dhe Xheneta edhe mund të putheshin. E duket se si për të forcuar më shumë lajmet për një lidhje të re të saj, ajo ka komentuar për një puthje të mundshme të dyshës, duke thënë: "Nuk ka pse të ndjem mirë ose keq, nuk ka të bëjë me mua, nëse ata të dy vendosin të jenë bashkë në lidhje suksese." Në shprehur ajo duke mos i dhënë as pak rëndësi ndjenjave për gjestin, teksa një mendim troçe ka dhënë për sjelljen e Eglit, që i është dukur e papërshtatshme në një moment që një mashkull sjellet aq arbut për të, teksa u shprendër të tjera. Të më thoshte mua nëse po e pengojnë qimet, ja kisha hequr flokët. Ka 2 javë që marr mesazhe të tilla, vazhdoj të mendoj njësoj që ai është mosmirënjohës kur një femër sillet mirë me të, u shpreh Xheneta, teksa thas edhe në Big Brother VIP Kosova e ka thënë këtë profeci se gjestin nëse rastis në një vajzë të mirë do e shkel me këmbë dhe duket se fjalët e saj kanë dalë.